Të nderuar teleqikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Akivest është një mik special i emisionit Dekalog këtu në Dritare TV, që nga puntata e parë ai ka qenë sponsor general i këtij emisioni dhe ka mbështetur këtë emision. Por sot ne do bëjmë diçka shumë të veçantë në emisionin Dekalog. Do t'i kushtojmë një emision të posaçëm pikërisht institucionit monetar Akivest dhe Erea, që janë të dy në një, siç e thon dhe vetë drejtuesit e këtyre dy institucioneve, për atë që ne e quajmë cilat janë shërbimet, çfarë operimesh kanë ata në tregun shqiptar dhe më rëndësishme në zhvillimet e teknologjisë, si po funksionon institucioni monetar Akivest dhe Erea. Për këtë unë do ftoj dhe kam ftuar dy nga përfaqësuesit e këtyre dy institucioneve. Por përpara se të bëj prezantimin, kemi një spot shumë interesant dhe që mua më pëlqen shumë. Ta ndjekim dhe kthehemi në studio. Faleminderit, jemi në studio, bëj prezantimin Ani Radilit, drejtor i departamentit të marketingut i Akivest. Përshëndetje, faleminderit që je në emisionin Dekalog. Përshëndetje Roland, mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Gesi Çeku, drejtuese e Erea. Përshëndetje. Përshëndetje Roland, faleminderit. Faleminderit që je në emisionin Dekalog. Tani si fillim për gjithë ata që na ndjekin, emisioni ka shumë miq, po edhe ju keni shumë miq edhe për shkak të reklamës që unë bëj her pas here. Zoti Adili, çfarë është Akivest? Unë do doja për gjithë ata që ju njohin pak ose as pak, por edhe ata që ju njohin mirë, na tregon disa gjëra. Çfarë është Akivest? Para së gjithash, Akivest, para se të jetë institucioni që është sot, Akivest ka nisur si një biznes i dy miq në vitin e largët 1996, si një zyrë këmbimi valutor. Në rrugën 8 Gjon Luli, është ajo rrugë që të çon për tek pjaca, zyrë të cilën ne e ruajmë me krenari edhe sot, si një nga degët më kryesore të Akivestit, nisi si një këmbim valutor. Atëherë ishin edhe vitet kur shqiptarët merreshin shumë me tregti, dhe kishte goxha valutë në treg, dhe kjo i dha volum punëve të Ilir Adilit dhe Muharrem Kokonës, të cilët janë dhe nismëtarët e biznesit. U desh më vonë në vitin 2002, nevoja erdhi që ky biznes të institucionalizohej. Dhe me institucionalizim flasim për krijimin e strukturave, të cilat janë tepër të domosdoshme për Akivestin dhe akoma sot, falë dhe kontributeve të CEO-s tanishme Suzana Adilit, vazhdojnë dhe reformohen her pas here. Kështu që ky lloj institucionalizimi e rriti volumin e shërbimeve të Akivestit. Krijoi që Akivesti të rrisi volumin e shportës shërbimeve dhe në fund në vitin 2004 u kulminua me partneritetin që pati me Manigramin ndërkombëtar. Kështu që doja të cekja tjetër për pjesë të shërbimeve të shportës Akivestit dhe kredin. Ne ofrojmë një kredi të plot në shportën e shërbimeve, një kredi që nuk ndalet në mikrokredi, por i ofron të gjitha format e kredicionis për konsumatorin tonë. Tani unë kisha një pyetje këtu, ju përmend Manigram International. Tani, si arriti Akivest merrte, çfarë ndodhi që Manigram jo bëse juve këtë? Po, pikë së pari besueshmëria. Besueshmëria që erdhi nga investimet e një pasnjëshme që Akivesti krijoi në vetvete. Struktura organizative që Akivest ka, me departamentet të ndryshëm që veprojnë. Dhe vizioni i Ilir Adilit, i cili pati këtë lloj qasje për të krijuar në momentin e duhur për tregun shqiptar, këtë lloj marrëdhënie me këtë institucion kaq të rëndësishëm, kompani brand ndërkombëtar kaq të rëndësishëm, një nga liderat botror, siç është Manigram International. Si ka qenë bashkëpunimi në vite me Manigram, sepse u bën sa vite? 21 vite. 21 vite që nga viti 2004, bashkëpunim të frytshëm. Manigramin është shërbimi jon kryesor. Tani, atë që kuptojnë, zoti Adili, njerëzit që na ndjekin ne janë remitancat, pra ato
paratë emigrantëve, kryesisht emigrantëve që vinë në Shqipëri. Si është tregu remitancave, sepse ju si institucion financiar këtë e keni një nga shërbimet tuaja më të rëndësishme. Tregu remitancave është treg shumë i rëndësishëm në Shqipëri. Ai është i përbërë nga institucionet që merren me dërgimin e parave, të cilët janë disa aktorë në tregun shqiptar dhe bankat, të cilat bëjnë, absolutisht dhe bankat. Të treja këto ndajnë përqindje të konsiderueshme midis njëra tjetrës për sa i përket tregut të remitancave në Shqipëri. Dhe këtu duhet ndalem dhe të them se Akinvest, të gjitha shërbimet e veta të shportës, ja ofron klientëve të saj me një rrjet shumë të gjerë në Shqipëri. Por pa kjo më bën përshtypje që nuk ka qytet që kam vajtur dhe mos shikoj atje Manigrama Akinvest. Absolutisht po, dhe rrjeti është i përbërë nga 500 agent. 500 agent. Po, të cilën me krenari duhet të them se 70% e tyre janë zyra të këmbimit valutor, pra subjekte juridike, të cilat nëpërmjet likuiditetit që ofrojnë, i mundsojnë shërbim shumë të plot dhe më efikas drejt klientit. Dhe sa dekët e ndryshe nga çdo institucion tjetër financiar në Shqipëri, veçanërisht Akinvest, ndryshe nga të tjerët, operon dhe me 8 dek të vetat. 8 dek në të gjitha Shqipërinë dhe ne po vazhdojmë vit pas viti që të shtojmë këtë strategji në territorin shqiptar. Pra që ne të përfaqësohemi me dekët tona do të thonë që të kemi komplet shëmbulltyrën e Akinvestit, politikën e Akinvestit tek klienti. Ndoshta është një pyetje jo shumë elegante, zotja Dili, po pyetja që bën njerëzit është, a jep kredi Akinvest? Pa tjetër që jep kredi, unë e ceka dhe të cilit karakter, të cilit... Po, Akinvest jep kredi të çfarë do lloj karakteri. Pra ka licencën e kredisë plot. Kredi për biznes, kredi për individ, të gjitha format e kredisë si një bank. Si një bank. Si një bank. Do të thonë nuk ka asnjë lloj kufizimi në këtë. Asnjë lloj kufizimi. Nuk kufizohet tek mikrokredi. Dhe shërbimet do doja unë që ti rendisit, cilat janë shërbimet e Akinvest? Shërbimet e Akinvestit unë do t'i ndaj në 3 pasi po të merresh me shërbimet është një mori shërbimesh, unë do t'i ndaj në 3 kryesoret. Është kredidhënia, janë remitancat Manigrami dhe shërbimet utilitare. Ke shërbimet utilitare flasin për shërbimet cilët klientët i përdorin çdo muaj, si pagesa e ditës, pagesa e ujit, pagesat e gjobave, pagesat e telefonisë, pagesa e internetit. Pra, të gjithë agjentët dhe pikat e Akinvestit konsiderohen si one-stop shop, në sensin që ti shkon dhe mbaron të gjitha detyrimet në të gjithë pikët e rrjetit. Tani të la shumë kështu në hyrje të kërkoj ndjes Gesi, po duhet mbaroni me Akinvestin që të fillonim aty ku është ajo jotja, domethënë ajo shtëpia e dytë, po në fakt i ke edhe shtëpinë e parë. E reja, çfarë është e reja dhe si lindi? Çfarë ndodhi se unë e shikoj si një institucion financiar, po e shikoj edhe si një zhvillim teknologjie. Është e vërtet. Në fakt, Ereja është institucioni paras elektronike. Ereja lindi si një vizion strategjik në atë kohë kur përmendej fjala portofol digital duke akoma shumë e largët për tregun vendas. Po, edhe sot të frikson ajo fjalë. Ishte si shumë ide të tjera avangarde, largpamse të Ilira Dilit, themeluesit të Akinvestit. Ai e ideoi krijimin e Erejës nën atë moton dhe synimin që kishte që të digitalizonte shërbimet që ofronte Akinvesti. Ç'është Ereja? Këtu në fakt është kontributi i Anrit. Anri pati ide. Beautiful mind. Ta quante të tillë, kishte kam përshtypjen në konsiderat 2 gjëra në atë moment. Ereja ishte Ereja Akinvestit. Ishte një gjë e re që erdhi në Akinvest, që do sillte të reja vazhdimisht, pra nuk limitohej me një gjë që erdhi në treg. Dhe ideja tjetër ishte për respekt digitales, do me thënë pati idenë të re si koncept atmosferik, një gjë e prekshme dhe pa prekshme në të njëjtën kohë. Po shumë herët? Shumë herët në fakt. Thash, atëherë kur akoma njerëzve ju dukej shumë larg koha që do përmendim ne këtu në treg. Ky ishte Ilira Dili. Ky ishte Ilira Dili. Homazh për atë njerëz që unë kam pasur fatin ta njoh vetë. Shumë respekt dhe gjithashtu unë kam një kënaqësi të veçantë të përmend që kam punuar me Ilira Dilin aq vite. Do të thënë është vlerë e shtuar, besoj unë për çdo punonjës që ka qenë pjesë e institucionit tim. Tani, Ereja si operon tani? Këtë më shpjegoj që për gjithë ata që na ndjekin, do të kuptojnë qartë çfarë ndodh, si është Ereja. Ereja është portofol elektronik. Ereja është një portofol digital që ka, më saktë them akoma se nuk është e pati,
ka për qëllim një përfshirje më të madhe financiare të individëve dhe të bizneseve që e përdorin, që do të thotë edhe ata njerëz që sot nuk kanë akses në llogari bankare, për arsyet e veta, mund të kenë një llogari në wallet, nëpërmjet të cilës mund të marrin të gjitha shërbimet që ata duan. Por ne nuk I limitojmë dhe ata që kanë një llogari bankare që të kenë një llogari në wallet. Kjo për efekt të kostove më të ulta, për efekt të shpejtësisë në veprime, për efekt të marrjes një shërbimi 24 orë, 7 ditë javës, do me thënë ka aq shumë avantazh dhe të gjitha këto I bën nga telefoni kudo ku t'jesh. Tani, zënja Qeko, ky është portofoli im dhe fjala portofol elektronik, tani të tregojmë sinqert tani, edhe më trem tani, ne jemi shqiptar, nuk e kemi atë dhe këtu po themi që unë pretendoj tani që t'jem avanguardi një pjesë të konsiderueshme. Mua po e hoq këtë që unë këtu kam, për shembull kam kartën e identitetit, kam atë të parkimit, kam patentën, kam edhe ca karta të tjera kështu, të heq edhe këto lekë këtu dhe duke sigur po mos kem këtë, sigur jam në ajër. Rri burri pa lek në xhep, kur thuhet rri burri pa lek në xhep, rri burri pa portofol në xhep, kështu duket mua. Tani as atë mos a kem. Landi, portofoli është I vjetër tash. Portofolin njerëzit e kanë këtu. Domethënë, ma shënoni aty dorëzohet Roland Qafoku. Unë do kem portofol elektronik. Elektronik. Në standardet që kemi ne sot, qoftë për sigurinë e të dhënave, qoftë për autentifikimin dhe verifikimin e individëve, që ty nuk të duhet mas karta identitetit. Po qeshin ata atje, old fashion pedagogu I asaj atje, po qeshin ata. Unë po t'isha unë të ngesi, do thosha flake atë se lërna mbodh. Kështu, të gjitha I ke këtu. I ke në të treja valutat, je I verifikuar. Ti vetë ke portofol kështu? Jo, prekosh tani. S'ke, Anëri, ti ke portofol wallet? Jo, ke ngaluar, e mbaj si relik. E kam, po e mbaj si relik në shtëpi. E ke kështu në muzeun në shtëpisë? Për kujtim. E mban për t'i kujtuar nga erdhëm. Bukur, shumë e bukur. Tani, si do të hapi dikush një portofol elektronik? Si funksionon? Qa do të bëjmë? Se ja, do e flakun këtë. Mbaroj misioni, do e flakun këtë. Qa do të bëjmë? Është shumë e thjeshtë. Ti ke një kartë identiteti, do hapësh një llogari direkt, do të verifikohesh online, bëhet një verifikim. Po, me atë një herë. Vetëm një herë do ta përdorësh për të kryer një proces autentifikimi që ne e quajmë të certifikuar sipas standardeve europiane. Me këtë autentifikim ty të hapet një llogari në 3 valuta dhe ti atë 3 valuta domethënë në lek, në euro dhe në dollar. Dhe në dollar, po. Nëpërmjet këtyre 3 llogarive ti mundet të marrësh fonde në shumë forma. Unë këtu do ndalem tek diçka. Po. Ka qenë jo vetëm investimi Akinvestit në vite, jo vetëm besueshmëria e Manigramit, por të gjitha të bëra bashkë, ka qenë një zinxhir veprimesh që bën të mundur që dhe për vetë Manigram International, një kompani amerikane, t'i hapi rruga dhe të krijojë mundësia që më e reja për herë të parë në Europë Manigrami të sillte remitancën digjitale. Çfarë do të thotë kjo sot për tregun shqiptar? Kjo do të thotë që të gjithë njerëzit në Shqipëri dhe jashtë vendit, kudo ku ndodhen, munden të dërgojnë dhe të marrin para me Manigram në formë digjitale nëpërmjet walletit, pra vetëm me telefon. Po e bëjnë këtë? Po, mund ta bëjnë në çdo. Jo, po e bëjnë aktualisht? E bëjnë, po. Si është pritur kjo? Ky portofoli që unë e flaka sot, do të thotë ky elektronik. Shiko, ne si popullsi jemi pak dyshues. Nuk jemi nga ato. Por bëra unë të imagjino tani. E kemi pak atë. Jo, do të dal këtu për ditë këtu dhe imagjino tani. Jemi pak dyshues, por Akinvesti bashkë me Reja ne kemi krijuar dhe vazhdojmë të investojmë, kemi një fond të veçantë për të investuar për edukimin financiar. Është një nga shtyllat shumë të rëndësishme. Përpara se të kalojmë te edukimi financiar, se s'bëni vetëm ju reklama, s'bën vetëm ti. Ajo është shumë modeste, po ta ndjekim atë reklamën që bëj unë për ditë për Reja, edhe Akinvestin dhe kthehemi sërish për edukimin financiar do flasim. Publicitet. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të Reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me Manigram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e Reja për Android dhe iPhone, të regjistroheni si klient dhe menjëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me Manigram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me Manigram në aplikacionin e Reja. Faleminderit, jemi në studio. Si ishte ky
mesazh. Shumë mesazh i domosdoshëm. I domosdoshëm? Se modest është kështu. Unë ndjek sa herë në çdo emision tëndin dhe më pëlqen shumë. Tani këtë edukimi financiar na eduko pak Gesi, financiarise. Domethënë jo vetëm që nuk e kemi, po kemi nevojë. Patjetër që ka nevojë, është risi e tregut. Domethënë ka filluar që në 2020-ën me nxitjen e qeverisë, patjetër me mbështetjen e pamas të Bankës së Shqipërisë që me miratimin e ligjit për shërbimet e pagesave, që lejoi të futen të gjithë aktorët fintech në treg dhe për të operuar për lehtësitë të klientëve. Më pas sot dëgjohet rëndom të përmendet open banking, SEPA dhe shumë shërbime të tjera të cilat Akinvest dhe Ereja në paketën e vet i kanë ofruar prej kohësh me këto lehtësira që tregu afron sot për konsumatorin dhe për të gjitha këto klientët duhet edukohen si individët që janë përdorus të aplikacionet, ashtu dhe bizneset që duhet bëhen pjesë, sepse Ereja nuk ka vetëm Ereja individ. Po, sigurisht edhe biznes. Ka dhe Ereja Biz, që është platforma e tregtarëve, të cilët mund të këmbejnë njësoj si individët të kryejnë pagesa, transferta, të pranojnë pagesa nga këta klientët që janë përdorus individ të aplikacionit. Domethënë, ne bëjmë seminare, ne bëjmë trajnime, ne mbledhim studentët që janë breziri që do të vijë. Sepse ata janë përdorusit më të mëdhenj të pritshëm të tregut të fintechut. Gjithë stafi juaj të Ereja elektronike, nuk ka? Po. Sa e bukur. Kështu si një planet tjetër kështu, ha? Duket si futuriste. Po, të ardhmen kështu, domethënë sikur në ato filmat fantashkenca atje dhe gjithë domethënë nuk e njohin këtë. Po, unë kështu, më thonë mua je. Unë mendoj që sot edhe ti nuk e ka njohur. Jo, unë e flaka këtë. Ja, flaka unë, oqa të, ky është veprim, unë e flaka. S'ka tani, vetëm një pyetje ka unë, ku të le ato kartat, ku i mban kartat ti? Kartat i ruan në portofolin digital. Shiko. Jo, kartat e bankave, ti mundet t'i fusësh të dhëna dhe ti nuk mund të mbushësh nga kartat llogarinë tënde dhe mbarove. Po, këto të tjerat si ku ka dhe gjëra. Karta identitetit s'të duhet më, se je verifikuar, e ke llogarinë, e ke aty. Shumë shpejt do futet edhe karta digjitale nga shteti. Po, me duar në xhep. Wow. Po shiko, Landia të mund të harroj edhe në shtëpi. Telefonin jo. Po e harron. Unë kam pasur raste. Telefonin nuk harron dhe kjo është një nga ato gjëra që Ereja. Jo, telefoni s'ka shanse të harroj. Çfarë thua? Është bërë si organi i trupit. A janë të edukuar shqiptarët edhe pse ju bëni seminare, domethënë si e shikoni? Kanë vështirësi sepse këtu niset edhe nga bizneset e tjera. Ju e thatë shumë bukur që janë dhe bizneset ato që janë të gjithë. Është ekosistem, nuk është vetëm një pjesë, është zinxhir. Që do të thotë. Edhe këtu përdoret fjala ekosistem? Sigurisht ekosistemi financiar është se e bukur kjo. Ekosistem financiar, a? Atje. Se e bukur kjo. Po mirë tani, Anëri, me zhvillime teknologjike, se këtu edhe ne në media, ne po dalim për shembull speakerat, po dalin jashtë loje. Ka programe këtu, ChatGPT-a, pastaj është tjetër histori. Si po funksiononi me zhvillimet e teknologjisë, Akinvest dhe Ereja bashkë të dy? Kjo është për të dy ju kjo pyetje. Shiko, e para njëherë duhet të cek që si Akinvest dhe Ereja janë institucione që financohen tërësisht nga kapitali shqiptar, tërësisht nga kapitali i kompanisë. Dhe kjo me të vërtet ti je shumë i kujdesshëm në investimet që bën, shumë i kujdesshëm. Por në të njëjtën kohë ke edhe pavarësi në zgjedhje. Dhe Akinvesti dhe Ereja veprojnë të dyja bashkë. Klienti jon tani ka një zgjedhje. Këto nuk zëvendësojnë njëra tjetrën. Po jo, sigurisht që nuk zëvendësojnë njëra tjetrën. Klienti jon ne i kemi dhënë një zgjedhje, të zgjedhim midis rrjetit fizik cash ose rrjetit digital. Dhe siç kemi ne pavarësi në investime, ashtu japim dhe pavarësinë klientit, se në fund fare digitalizimi, njerëzit nuk duhet fshihen pas fjalës digitalizim, nuk është asnjë gjë tjetër, thjesht se kosto më e mirë, më eficiente, shpejtësi dhe siguri. Kjo është bërë e gjitha për klientin. Dhe zhvillimet teknologjike që ndodhin në Akinvest bëhen të gjitha për të pasur një platformë sa më solide. Tani kisha po ty e njëjta pyetje zhvillimet hapa që Akinvesti ka hedhur në vite bashkë me Erejan, në fakt janë të mirë menduara dhe janë të mirë studiuara, do thoja unë. Një klienti që ti jep shumë në njësinë e kohës është e vështirë ta përtypi.
Dhe ajo që ne kemi zgjedhur është që të gjitha risitë që ne kemi në vijshmëri prej vitesh tashmë, i hedhim hap pas hapi në treg, që t'i japim kohë dhe konsumatorit të afrohet duke mos e larguar nga tradicionalja. Dhe në fakt ky është një nga avantazhet kryesore që Akinvesti me Erean ka, që do të thotë të gjithë klientët tradicional të rrjetit të Akinvestit mund të zgjedhin tani të përdorin dhe Erean, por pa ju larguar tërësisht atij agentit fizik dhe keshit. Për shembull, një metodë pa ju larguar atij. Edhe pa ju larguar. Sepse ne kemi dhënë mundësinë për shembull që një nga format si ata mund të mbushin llogarinë e tyre është të shkojnë nëpërmjet një prej 500 agjentëve të Akinvestit fizikisht. Sepse që të shmanget ai kontakti direkt i individit me individin dhe i keshit është e vështirë, do marrë kohë në proces. Do marrë kohën e vet. Dhe ne kemi fatin që kemi një rrjet të shtrirë në gjithë Shqipërinë dhe që mund të konsoliduar dhe që mund ta kombinojmë më së miri tradicionalen me digjitalen. Ky është avantazhi kryesor i joni dhe ne do ta vazhdojmë këtë procesin për aq kohë sa do t'i duhet që të përtypet si i tillë. Tani shqiptarët në diasporë, se dritare është edhe do thënë i fokusuar më shumë nga diaspora, se ne ndjekësit më të mëdhenj i kemi në diasporë. Shqiptarët në diasporë janë më të edukuar financiarisht se sa shqiptarët këtu? Shiko, zhvillimi teknologjik përse përket fintechve jashtë ka ardhur pak më herët se në Shqipëri. Këtu erdhi si nevojë që në kohën e Covidit, po erdhi dhe me një shtysë shumë të madhe në atë kohë nga shteti. Do me thënë ka marrë ca hapa shumë të shpejt tani kohët e fundit. Ndërsa shteti ishte ai që e nxiti qeveria, patjetër. Ata e nxitën, ata e nxitën digitalizimin, do me thënë. Por të gjithë jemi koshient që është proces. Do t'i japim kohën që i duhet. Edhe pse ne kur përmendë qeverinë për pak të bëra pyetje politike, po ti Gesi ke një, po themi një gur kilometrik të rëndësishëm në karrierën tënde. Dhe unë jam bërë shumë xheloz si gazetar. Për shembull, një intervistë ke dhënë ti në jetë atë ta ka marrë kryeministri Rama. Vërtet. Unë kam 30 vjet gazetar, e ka marrë Edi Rama, po mua s'm ka marrë ndonjëherë kryeministri në intervistë. Si doli ajo? Se mua m'pëlqeu, si u ndjeve ti vetë? Ajo ka qenë një eksperiencë me vlerë. Në fakt, sepse jo vetëm sepse isha në intervistë me kryeministrin, por sepse isha në linjë me atë që kryeministri donte të përcillte. Do me thënë, më erdhi mirë që na u bashkuan idet. Pra, idet dhe synimet e kryeministrit ishin t'i japim nxitje digitalizimit dhe idet dhe vizioni Akinvestit dhe Ereas përputhej me atë që kryeministri kishte në mend. Pra ishim në kohën e duhur, me zhvillimin e duhur, dhe unë për këtë ndjeva shumë krenare të drejtën. Ja ta ndjekim që ka thënë ai se tani kur e përmend kryeministri tani nuk ka reklamë më të mirë, apo jo drejtori i marketit. Absolutisht. Ta ndjekim, është një sinkron i shkurtër që kemi gjetur nga ato që ka thënë zoti Rama. Ku i thua Ereja patjetër, ai të shkojmë ke Ereja. Do thënë kjo është kështu virale për ju, kjo është virale. Aneri, po raportet tani me pjesën elektronike e kanë shtuar interesin e migrantëve? Si funksionon? Po, absolutisht. Ajo që po thonte edhe pak më parë Gesi, falë insistimeve tona herpashershme në rrjetet sociale, komunikimet ndryshme, përshtyp e tjerë, ne mundohemi që t'i kujtojmë klientit të përdori digjitalen, se përmes digjitales shumë gjëra shmangen. Bëhet shumë e lehtë. Kemi një shifër? Për përdorimin digital. Po, thuhet se konsumatorët shqiptarë e përdorin diku dek 60% produktet e paras digitale. Të gjitha do të thonë që pagesat 60%. Mirë, kjo është një shifër goxha e mirë. Shifër e mirë dhe tregon se është një indicje shumë e mirë që do të shkoj akoma më tej. Do të thonë ti mendon që kur mund të arrihet e plot? Do të thonë, cili është parashikimi yt? Se tani Shkoj Landi, këto janë iniciativa që nuk fillojnë në Shqipëri. Këto janë iniciativa mbarbotrore. Kështu që ty të detyron në fund fare tregu ta bësh, do apo s'do. Tani bota është bërë një fshat i vogël është bërë bota, gjithë njësoj. Informacioni është i centralizuar, i aksesueshëm për të gjithë. Kështu që kjo do vi një moment që do bëhet e aksesueshme këtë gjithë njerëzit. Se në fund fare këtë ka si qëllim të përfshi të gjithë personat.
Zonja Qeku, kam një pyetje tillë. Çfarë parashikon ti pas 5 viteve, 10 viteve, sepse këto hapa që keni marrë ju është në kuptimin e teknologjisë është i frikshëm, po ta marrësh, është revolucion. Kjo nuk është një zhvillim, ky është revolucion. Çfarë parashikon mbas 5, 10, 20 vitesh? Revolucion është fjalë e madhe, evolucion do thoja. Evolucion? Evolucion. Mua më duket revolucion që të shkemi të me thënë. Tani, unë e flaka shumë portofoli. Portofoli aty, do të thënë, për mua është revolucion, ta shnoj këtë datën sot, do ta shnoj datën sot, do të thënë, e mërkur 19 nëntor, unë kam flakur portofolin. Po jo, po këto janë gur kilometrik në jetë. Këto janë gur kilometrik dhe është vërtet, megjithatë, eksperienca ka treguar që Shqipëria merr kohën e vet pa të i kaluar hapa të rëndësishëm drejt zhvillimit, që do të thotë, nëse do ktheheshin vite mbrapa, përdorimi i kartave të bankës ishte gati i papërfillshëm, do të thënë ishte nga ato që kam parë për herë të parë në gest në vitin 2001 në Amerikë, fuse ata atje thash, si bësh kjo 2001? Akoma s'kishin dalë akoma shqiptarët jashtë, themi kështu tani. Ç'ishte kjo thashun? Nuk e mendoja kurrë se unë vetë një ditë do ta bëja këtë. Edhe tani e ke pjesë të përditshmërisë. Jo, ku do të thënë patjetër që synimi ku do shkosh? Si? Kjo pra, ku do shkosh? Do bëhet domosdoshmëri. Kjo është e gjitha dhe këtu do shkoj tregu, tek domosdoshmëria. Do të thënë do arrin që të gjitha shërbimet të bëhen si me porosi për kërkesat e klientëve. Këtë synojmë ne dhe këtu do arrim besoj shumë shpejt. Tani edhe një pyetje tjetër. Kjo është e shtrirë sepse ju flisni për institucionet tuaja. Kjo është e shtrirë edhe institucione të tjera monetare, financiare, do të thënë dhe ju e përmendët, shteti vetë është interesuar që të gjithë të shkojnë në këtë, sepse do një unifikim ajo, ti s'mund të bësh ti dhe një biznes fenomen mos jetë elektronik, mos jetë digital. Unë mendoj që nxitja që qeveria që shteti i dha, patjetër filloi nga sektorët më të rregulluar që është sektori financiar, me institucionet financiare, banka dhe jo banka, ishin ato pionerët e zhvillimit teknologjik që morën stafetën. Patjetër që të tjerë do ta ndjekin. Domethënë, është pjesë e domosdoshmërisë, nuk ka ku shkon. Domethënë, nëse një individ ka një portofol digital, do paguaj në formë digjitale nëpër biznese, do paguaj ato pagesat utilitare që Anri përmendi në formë digjitale. Nuk ka shqiptar besoj Anri, ka shqiptar që nuk e bën atë pagesën në atë formë? Apo mund të ketë pagesat flas. Shqiptar ka që nuk e ka pagesën, por detyra jonë është t'i mësojmë që mos ketë. Detyra jonë është t'i mësojmë që ka dhe kështu. Atëherë kur të duket e pamundur ta bësh. Pra ta dash shembull vetëm. Unë kur kam parë pagesën vit 2001, e futet ti në supermarket, thashun, nuk kam për të arritur ndonjëherë unë thash këtë. Po jo vetëm që arrin, por shumë shpejt, sepse s'ke, nuk sot si mund funksionojë ndryshe. Tani unë do doja edhe për ta mbyllur se kjo është një bisedë me vërtet shumë e këndshme, por më shumë është e dobishme Anri. Do të thënë është ajo fjala utilitare, do të thënë kjo është se ç'duhet të bëjmë ne me parat tona, me mënyrën se si duhet të edukojmë me paran. Te e përmendi dhe zonja Qeku te edukimi, po unë përsëri mua më duket si një element shumë i rëndësishëm. Vetëm këto forma keni të edukimit, dhe besoj që nuk keni vetëm ju, se gjithë edhe institucionet e qeverisë, do të kanë atë të edukimit. Si keni në plan se si mund të operoni në këtë drejtim? Landi, arma më e fortë që ka njeriu dhe detyra edhe e familjes ndaj fëmijëve, po ta marrim kështu, është dia. Patjetër. Është e vetmja formë që ty të nxjerr nga errësira, është dia. Kështu që thënë kjo, Akinvesti në 30 vite eksperiencë, 30 vite eksperiencë, ty t'i ka sjell me një klik. 30 vite mund të padukshme për klientin. Klienti as nuk ishte fare këto. Klienti do shërbimin. 30 vite mund me një klik. Thënë kjo, është tetë e kuptueshme që ne bëjmë të pamundurën, ditë pas dite, që ti jemi avangard, ti jemi aty, dhe jo më kot kemi dhe shprehjen gjithmonë këtu. Kështu e keni slogan. Slogani gjithmonë këtu. Gjithmonë këtu. Ti e ke. Për të bashkarisht duhet i jap autorësi dhe Suzanës, CEO-s tonë këtu. Përshëndesim Suzin. Dhe kjo për të thënë që ne jemi gjithmonë me hapin e kohës.
Dhe këtu fusim dhe edukimin e brezave të rinj, që është tetë i rëndësishëm dhe rruga vetme për të ecë më. Nga smove me këtë edukimi brezëri, ne flasim shpesh edhe në emisione që edukimi, për qarkullim në rrugon në shkolla, po në shkolla ka edukim financiar dhe pse mos futet kjo? Patjetër, ne jo më larg dhe në fakultet, jo më larg dje ishim në një universitet, Gesi pati mundësinë që t'japi leksion. Të rinjt ishin të interesuar sepse ato i lidhen dhe me lëndët që bëjnë në shkollë. Po? Lëndët që mund të jenë sisteme digjitale, të jenë marketing. Po këta ishin në universitet? Këta ishin në universitet. Po më poshtë, shkollat e mesme, shkollat 9-vjeçare? Mund të jetë dhe ajo një zgjidhje që ne mund të ndjekim. Po pra, se unë e shikoj këtë një edukim që... Shiko, ideja është kjo, absolutisht, po ideja është kjo që ne kemi dashur ta lidhim me përdorusin. Përdorusi... është mbi 18. Është mbi 18. Më kupton? Jo, unë them ta përgatisi se do vetë 18 ai ta ketë të përgatitur. Jo ta mësoj pasi kapi moshën. Absolutisht po, ne kemi plane që të zhvillohemi. Keni këtë plan. Por në një formë tjetër, jo në formën direkte, në thjeshtësimin e koncepteve, në thjeshtëzimin e koncepteve. Jo në koncepte direkte financiare, në thjeshtëzimin e tyre. Me një lojë, me forma të ndryshme. Me mënyra më friendly. Zonja Çeku, nuk e di, përsëri unë kam ngulë te kjo, mbas 10 vjetëve, unë portofolin e Flaka e kam thënë 3-4 herë dhe po e shikoj kështu, po vjen çik gjuna me thënë drejtën, nostalgjia kështu. Se kjo, ata andaj thonë old fashion aty, e di unë, po ne do përgatitim për revolucione të tjera dhe evolucione, siç e ke ti Meral, po unë them revolucione. Ne në reja slogani dhe motën e keni enough to be anywhere. Që do të thot të mjafton për të qenë kudo. Do me thënë, synimi jonë ky është të kemi çdo gjë në telefon, çdo gjë në aplikacionin. Boll të shkarkosh aplikacionin në iOS dhe Android dhe të gjitha shërbimet financiare ti i ke me veten në çdo moment. Ky është synimi jonë, ashtu sikurse nuk duhet ta theksoj në fakt që mos harrohet që për herë të parë ne mundemi dhe ofrojmë për të gjithë klientët brenda vendit dhe ata që janë në diasporë mundësinë që të përdorin shërbimin e remitancës digjitale. Jemi të parët në treg dhe jemi krenar që jemi sot në këtë hap, në këtë zhvillim, është milestone dhe ky për tregun dhe për ne. Okej, nuk e di nëse keni ndonjë mesazh për ata që ju keni klient, mund ta bëni, por mesazhi vetëm që do ndalesha është ai që thash e ceka pak më parë. Po. Të gjithë ata që na ndjekin duhet dinë se pas digjitales nuk fshihet asgjë mistershme. Pas digjitales fshihet vetëm efikasitet. Efikasitet, transparencë, siguri dhe kosto më të ulta. Ju keni një mesazh? Mesazhi është që të jap pak më shumë besim digjitales, thash dhe më parë do ta them prap. Standardet e sigurisë me të cilat aplikacioni është i certifikuar janë nga më të lartat në tregun ndërkombëtar. Për këtë arsye njerëzit duhet t'i besojnë, të dhënat e tyre nuk humbin, nuk hiç përdoren, madje janë më të sigurta se sa në portofolin fizik që mund t'i humbi dhe dikush tjetër t'i marrë. Ja pra, shiko aty. Mund edhe na ka humbur portofoli. Okej, jemi në fund të emisionit. Unë nuk kam bërë asnjë emision kështu utilitar siç kam bërë tani. Me vërtet ju jeni ata mbështetësit e mi, por sot unë kam bërë një emision utilitar për të shërbyer sigurisht vetes me atë që bëra, por edhe ata që na ndjekin. Dhe me rreth 200.000 subscriber, shumica janë jashtë. Domethënë unë them që sot ata kanë mësuar diçka. I pari isha unë që mësova diçka dhe e flaka portofolin. Ani Radilit, falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit. Gjithashtu Roland, gjithashtu. Gesi Çekut, falenderoj shumë. Shumë faleminderit për mundësinë. Shpresojmë në takimet të ardhshme. Ak Invest dhe Erea. Ky është emisioni për sot nga Roland Çafoku. Mirupafshim.